Forcat ajrore izraelite janë tani të afta të veprojnë pa pengesa deri në kryeqytetin iranian Teheran pas një seri sulmesh të përshkruara si goditje shkatërruese mbi sistemet e mbrojtjes ajrore të Iranit. Lajmi u konfirmua nga zyrtar të lartë të sigurisë këtë të shtunë në mëngjes. Sipas ushtrisë izraelite janë neutralizuar edhe kapacitetet ushtarake të Sirisë dhe strukturat e Hezbollahut, duke zgjeruar kështu gamën e operacioneve ajrore dhe duke shkurtuar ndjeshëm rrugën drejt Iranit. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë izraelite deklaroi se rruga për në Teheran është e hapur, duke sinjalizuar një ndryshim të madh strategjik. Sipas vlerësimeve të inteligjencës ushtarake, operacionet ajrore pritet të përshpejtohen, ndërsa në Teheran janë raportuar dëme të rënda në ndërtesa, sisteme raketore dhe industri mbrojtjeje. Dy nga tre qendrat kryesore bërthamore të Iranit janë bërë jo funksionale sipas burimeve të mbrojtjes. Fordo mbetet ende aktiv, por Irani përballet me humbje të mëdha në personel shkencor për shkak të vrasjeve të figurave kyçe. Ndërkohë, inteligjenca izraelite ka shënuar përparim të madh në mbledhjen e të dhënave në kohë reale, duke mundsuar goditje precize mbi objektiva strategjik dhe gjatë lëvizjes. Zyrtarët ushtarak kanë përshkruar këtë si një zhvillim që ndryshon lojën në rajon, ndërsa pritet intensifikimi i operacioneve në 24 orët e ardhshme.